Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte në takimin e radhës dhe me tema që jemi duke i trajtuar që një kohë të caktuar që kanë të bëjnë në lidhje me edukatën. Dhe në lidhje me këtë temë kemi trajtuar do të tema të ndryshme që kemi synuar përmes tyre të prezantojmë një formim të rëndësishëm të besimtarit që ka të bëjë me dimenzionin edukativ të tij. Normalisht ka shumë çështje që përfshihen në këtë aspekt, mirë po i munduar të marrim disa nga ato që shpresojnë të jenë të rëndësishme dhe të nevojshme për neve. Në dy temat e fundit kemi trajtuar tema që kanë të bëjnë me komunikimin përgjithësi, edukata e të folërit dhe edukata e dialogut. Dhe gjitha këtu janë tema që kanë të bëjnë me aspektin edukativ të komunikimit të një besimtari me të tjerët. Qoftë kur ai flet, apo qoftë edhe kur dialogon apo diskuton me të tjerët, do të thotë ti përmbahet udhëzimeve të Allahu xhallahu ala dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur jemi te edukata e të fortë dhe komunikimit, padyshim se më ka do të thotë provokuar kjo çështje që në kuadër të kësaj teme të trajtojmë edhe një temë që realisht ka të bëjë me komunikimin, ka të bëjë me të folërit, por që realisht në fillim kemi thënë nuk do të trajtojmë tema që kanë të bëjnë me edukatën me Allahun, nga se kjo është cikli i posaçëm. Përveç temave që kanë të bëjnë me edukatën e njerëzit, robit me të tjerat. Mirë po, do të bëjmë një përjashtim sonte me lejen e Allahu xhallahu ala dhe në kuadër të temave që kanë të bëjnë me komunikimin, do të futim temën që ka të bëjë me edukatën e komunikimit me Allahun xhallahu ala. Nëse kjo është e rëndësishme dhe e nevojshme që ta njohim dhe ta trajtojmë spaku kur jemi te kjo temë. Andaj komunikimi besimtarit me Zotin e tij është përmes lutjes dhe duas dhe formave të tjera, por më e theksuar është ajo që ka të bëjë me këtë lloj të komunikimit me Zotin xhallahu ala. Prandaj sonte do të filloj të flas për edukatën e lutjes dhe duas drejtuar Allahu xhallahu ala. Dhe padyshim të nderuar vëllezër se në këtë temë dietarët kanë përfshirë me të vërtetë shumë pika. Janë shkruar libra, madje edhe punime shkencore të ndryshme, të cilat kanë trajtuar shumë aspekte, shumë tema, shumë pika që kanë të bëjnë me duan. Jem munduar që si hyrje në këtë temë të përmbledh disa më kryesore që shpresoj ja kam qelluar edhe pse e di që ajo që kam lënë është shumë e rëndësishme, mirë po shpresoj që dal ngadalë të trajtojmë ato tema që kanë rëndësi për neve dhe jemi të nevojshëm për to. Të nderuar vëllezër, njeriu nga natyra e tij është i dobët dhe sado që tenton të shprehet ndryshe, gjithsesi sprovat e kësaj bote ja dëshmojnë vazhdimisht dobësinë e tij. Njerëzit kohë pas kohe, nga kryenësia e tyre dhe mendjemallësia, kanë tentuar që të shprehin një lloj pavarësie prej Zotit xhallahu ala, duke mohuar nga një herë, duke zaventsuar me dikën tjetër nga një herë tjetër e kështu me radhë, por Allahu xhallahu ala i ka sprovuar vazhdimisht njerëzit për t'u dëshmuar dobësinë që kanë dhe varfrinë e madhe për Allahu xhallahu ala. Por fatkeqësisht, jo gjithmonë njerëzit e kanë lexuar drejt porosinë e Allahu xhallahu ala dhe kanë kuptuar drejt këtë sprovë. Andaj shumë njët në përditshme që njerëzit këtë dobësi të tyre dhe këtë varfri tentojnë me e zavendësuar me gjëra që janë ende më të dobta se vetë njerëzit, duke u shmangur kështu nga kthimi i drejtë dhe orientimi ka Allahu te bareke ve teala. Prandaj nuk janë të panjohura për juve format e caktuara që njerëzit realisht tentojnë që të shprehin një farë e përsie në forma të caktuara që ato u plotësojnë dobësitë dhe nevojat e tyre. Madje edhe në këtë drejtim janë shfaqur edhe do të thotë personazhe të caktuara të ndryshme që këtë bota i një, nuk është e panjohur për juve, do të thotë Supermani,
e ato tjera, të gjitha këto duke tentuar me tregu se ato që jemi dopni ka diçka që e bën njërin do të plotësuar, të përkryer në kërkesë të asaj që nuk arrihet kurrë. Nuk mund të bëhet kur njeriu i pa nevojshëm për Zotin xhallahu ala. Po këto japim me kuptu se njeriu realisht është në kërkim të plotësimit, por jo në drejtimin e duhur. Pastaj do të thotë edhe ato caktuara që fëmijët tani shikojnë një orë herë lampa e Aladinit ku me një fërkim del një njeri në formë të një caktuar dhe çfarë kërkon prej tij ti ai ta jep. Edhe kjo është një manifestim i varfërisë dhe i dobësisë që ka njeri po në forma të gabuara. E pastaj shkopi magjik që posa prek diçka me te lulzon tërë që ka për rëtheje e kështu më radhë, thash forma të shumta që njeriu ka tentuar por mënyrë të gabuar me e plotësu varfrin dhe nevojën që ka për Allahun te bareke ve teala. Ndërsa nëse i referohemi udhëzimeve të Allahut dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të shohim se Allahu xhallahu ala kur e ka përmendur varfrin që kemi ndaj tij, nuk e ka përmendur si një tëmet që duhet të ndihemi të kompleksuar për balsoj, por si vlerë njerëzore dhe si mënyrë për të liruar nga të gjitha robërit tjera që t'jesh vetëm robi Allahu xhallahu ala. Dhe me këtë robëri Allahu të ka ngrit realisht, ndërsa robërit tjera të mposhtin dhe të nënçmojnë. Në momentin kur Allahu xhallahu ala të ka liruar nga çdo nevojë nga të tjerët dhe të gjitha këto nevoja ta ka mundsuar ti adresosh këhaj, të ka ngritë Allahu xhallahu ala. Prandaj e vetmja robëri që të bën nder dhe e vetmja robëri që të ngrit është ajo ndaj Allahu xhallahu ala. Çdo robëri tjetër përballë çdo kujt tjetër është nënçmim dhe përbuzje ndaj njeriu si krijesë e privilegjuar dhe e nderuar nga Zoti i gjithësisë. Tema që po flasim për të është duaja. Dhe duaja është një term, edhe pse është në gjuhën arabe, realisht është bërë fjalë në fjalort e të gjitha gjuhëve të botës. Do të nuk është e mundshme me komuniku me çfarë do njeri në botë që është musliman dhe t'ja përmendësh duan dhe ai mos din se për çka bëhet fjalë. Do të fjala dua ka zënë vend në fjalën e çdo gjuhe, por që realisht burimi i saj është në gjuhën arabe. Që se kthehemi në fjalorët e gjuhës arabe dhe shikojmë se çka është duaja në esencën e saj gjuhësore, ka të bëjë me kërkesë, ka të bëjë me lutje, ka të bëjë me parashtrimin e nevojës dhe kërkesës ndaj dikujt. Këto janë kuptimet kryesore që rreth tyre sillet fjala dua. Ndërsa në kuptimin shariatik, çka është duaja, e kanë përmendur dietarët të nderuar vëllezër dhe motra në forma të ndryshme, mirë po dua të përmeni dy nga këto përkufizime më kryesore. I pari është përkufizime që ja ka bërë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah, përkufizim shumë i shkurtër, mirë po shumë përmbledhës dhe shumë domethënës. Andaj ka thënë, duaja është të kërkosh nga Allahu atë që të bën dobi me ta sjell dhe me ta mundsu, dhe të kërkosh nga Allahu me ta largu një dëm që ti ke frikë prej tij atë. Kjo është shumë e thjeshtë kështu në aspektin e jashtëm dhe tingëllon shumë kuptueshëm. Mirë po kur e zbërthimit në praktike del shumë e ngjeshur dhe përmbajtësore. Ka dhe përkufizime tjera, një nga ato është se duaja është shprehje për uljes dhe robërisë ndaj Allahu xhallahu ala, është simbol i adhuruesve ndaj Zotit që robi përmes saj kërkon përkrahjen e Allahut dhe prej tij e lyp fuqinë, duke e shprehur kështu varfrinë dhe për uljen dhe robërinë ndaj Zotit xhallahu ala, dhe gjithashtu duke u zhveshur nga çdo mundësi që ai t'ia dal pa Zotin e gjithësisë. Pa e shikoni sa kuptime përmbledhen në procesin e duas. Ne duan e kuptojmë vetëm si një formulim lutjesh për të kërkuar diçka, por realisht nuk është ky kuptimi vetëm. Ndoshta ky është kuptimi i fundit që synohet të realizohet përmes duas. Shprehja e varfrisë, për uljen ndaj Allahu xhallahu ala, dëshmia se ai është Zoti jon, dëshmia se ne kemi nevojë për të, për ulja para tij, e të gjitha këto format përmes të cilat ne e manifestojmë robërinë ndaj Allahu xhallahu ala, janë realisht kuptimi i drejtë i duas dhe i lutjes. Andaj Allahu xhallahu ala kur na ka mësuar në Kur'an të bëjmë lutje, realisht në vet formulimin e lutjeve është edhe kuptimi i duas. Për shembull kur Allahu xhallahu ala thotë, na mëson që kështu të lutemi Rabbana
atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. O Zot i jon, na jap të mira në këtë botë dhe na jap të mira në botën tjetër. Kjo është pjesa e parë e kuptimit të lutjes. Wa qina adhaban nar, dhe na e largo prej neve zjarrin e xhenemit. Andaj ne kërkojmë çdo të mirë që Allah e den për neve në këtë botë dhe çdo të mirë që Allah na ka premtuar për të në botën tjetër e kërkojmë për Allah xhallahu ala. Dhe kjo është pjesa e parë e kuptimit të duas. Wa qina adhaban nar, dhe për një të ardhme të frikshme që ne i druhemi, kërkojmë mbrojtjen e Allah xhallahu ala nga përfundimin të është zjarri i xhenemit. Gjithashtu edhe kur dikon e ka plan dëmi, jo në të ardhmen, por është e ka kapluar dëmi, edhe për këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bëjmë dosë kurse në forma të ndryshme është lut pejgamberi alayhi salatu wasallam. Një prej tyre është edhe lutja që e ka bërë për të shuruar i smuri. Do të kur është smur do kush ka bërë dua, andaj ka thonë Allahumma rabban nas adhhibil ba's. O Allahu im, Zoti i njerëzve, krijuesi i tyre dhe kujdestari i tyre, adhhibil ba's. Largoje këtë smundje dhe këtë dergj që e ka kapluar filanin atë. Andaj kjo që e ka kapluar kërkojmë largimin e saj. Pra në këtë formulim të lutjeve shohim se duaja përmban në vetën e saj kërkesa për të mirat caktuara që na nevojiten, ose largim dhe mbrojtje nga e keqja që na rrezikon në të ardhmen apo ndonjë që na ka kapluar. Bika 2 që dua ta trajtoj në hyrje të kësaj teme para se të kalojmë te edukata, e që edukata gjithsesi do të jetë ders i arshëm se s'kena mundësi sot me trajtu, por tu e në hyrje mendoj që përfshin kuptime të rëndësishme dhe të domosdoshme që kanë të bëjnë me lutjen. Para se të kaloj tek pika e dytë që ka të bëjë me vlerën e duas, të nderuar vëllezër dhe motra, këto pika që po i përmendim nuk duhet të kuptohen vetëm si trajtim teorik i kësaj teme. Pse na e përmendim kuptimin e duas? Ose pse flasëm ne për dobit dhe mirësitë e duas? Pse na këtu i prezantojmë? Jo pse na duhet në aspektin teorik, jo pse na duhen ndoshta nesër dikush kom na pyet në provim, këto s'na duhen. Por na duhen që këto kuptime të jenë të përmbledhura në momentin kur ne i ngrim duart tek Allahu xhallahu ala. Në momentin kur Allah ta ka mundsuar ty ta lutesh atë, a din çfarë mirësie të ka Allahu xhallahu ala? Pak prej njerëzve i kanë mend të mirësia e duas. Shumica dërmuese njerëzve i kanë mend të mirësia që kërkojnë. E që në krahasim me mirësinë e lutjes që Allahu ka qelë derën e lutjes është shumë e vogël atë. Andaj ti nga Allahu çfarë kërkon nganjëherë? Kërkon që Allahu xhallahu me të jap shëndet. Kjo është kërkesë e madhe për ty dhe e rëndësishme padyshim. Shëndeti është komponent i rëndësishëm për jetën tonë. Mirë po, në tërë procesin e lutjes, a është kjo mirësia më e madhe që Allahu të jap nëse të përgjigjet? E përgjigjen këtë pyetje kemi te njohja e dobive të duas dhe mirësive. Realisht u përgjigj Allahu në lutjen tonë, apo nuk u përgjigj drejt për drejt. Kjo ka mu trajtuar në të ardhmen inshallah, që ka të bëjë me përgjigjen dhe mos përgjigjen. Por po themi kështu hipotetikisht, nuk u përgjigj Allahu xhallahu ala në lutjen tënde. Vet lutja, a është përgjigje e caktuar? A është mirësinë vetë veç mundësia që ta ka jap me komunikuar me të përmes lutjes? Prandaj shumë nga njerëzit nuk e përjetojnë këtë mirësi, këtë begati, që Allahun ta falenderojmë veç për mundësinë e duas. Për këtë arsye, sikur se kena me përmend, nga edukata e lutjes është fillohet me elhamdulillah, Allahun me falenderu. Pse me falenderu? Pse ma ke mundësua Zot me të lutë. Nga se ka pas mundësi Allah këtë derë me mshel, dhe të na lënë neve në mundësi dhe aftësi tona, çfarë do të bënim ne, po të ishte dera e lutjes e mbyllur? Ka do të ktheheshim ne? Çfarë do të bënim për shumë probleme? Paramendoj, po të ishte e mundshme. Edhe pse kjo s'paramendohet, po sa për ta kuptuar vlerën e kësaj që po flasim. Paramendoj për çdo çaste, të kishte mundësi të ndodhte, nuk ndodh kjo, alhamdulillah. Çfarë do të bënim ne, po të ishte e mbyllur dera e qiellit? S'ka mundësi me trokin të me lutje. Çfarë do të bënim ne? Ka kena me shkuna? Kujt ja çajm hallet tona? Para kujt e shprehim varfrin ton? Para dikujt më të varfër se na? Para dikujt më të nevojshëm se na? Ku kthehemi ne? Andaj njohja dobisë së lutjes dhe vlerës së lutjes të që në hymje, veç kur të inspiron, veç kur të frymëzon Allahu xhallahu ala, më lut për këtë.
e kupton se sa mirësi po derdhen mbi ty joptën. Të shumë të ato mirësi, të panumërta. Mirë, po ndua t'i përmend disa prej tyre joptën, që realisht duhet t'i kemi parasysh në momentin kur Allahu xhallahu ala na jep mundësinë ta lutim atë. E para është se në momentin kur ti bën dua, realisht i përgjigjesh Allahu xhallahu ala që ai të ka thirrë me lut. Allahu xhallahu ala thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Më lutni mua, më thirrni mua, unë ju përgjigjem juve." Andaj faktikisht kur unë e lusë Allahu xhallahu ala, para se ta kem vëmendjen tek përgjigja dhe tek kërkesa, unë realisht ndihem krenar që po kam mundësi të përgjigjem Allahut një kërkesë që më ka bërë mua. Një ftesë më ka bërë Allahu xhallahu ala. E që në këtë ftesë ai nuk ka kur far interesi, nuk ka kur far përfitimi. I tërë përfitimi është i jemi, dërsa ai po më thret për të mirën time. Sa dashuria këtu mbledhet, subhanallahu, e sa përula këtu mbledhet, po të thret për të mirën tonë. Madje po të obligon me lut atë për të mirën tënde. Astajib lakum. Pastaj Allahu ka thënë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Edhe kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër çdo kujt. Në kuptim të asaj i kam mundsuar çdo kujt më thret komunikon. Jam afër me ndëgjimin tim, jam afër me shikimin tim, jam afër me fuqinë time, jam afër me përgjigjen time. Andaj mos e ndini Allahun larg për juve. Qarib, i afër, nuk e ke asken më të afër se te. Asken. Njeriu për shembull ka nevojë për diçka në kësaj bote. Dhe ato që mësu gjithë me te me i qaj dertet, me e pyt për shembull, e ka diken gjithë mësu me e pyt, po së është prezentaj, s'ka mundësi me komuniku. Normal është me lyp dikën që ka ma të afer, se ato se ka të afer të. Mirë po, me pas ato afer, dhe me kërku ndim për dikujt ma largë, pa dushim se kontestohet afërsia në këtë rast. Qoftë kuptim të përfitimit në dije, qoftë kuptimin të përfitim material, fizik, qka të qoftë. Nga sa ai që është afër të mos me kon këtu punë, po që është të konon këtu së vetë që mu i shku i vetë dikun tjetër. Në kuptim të asaj që e ke huq adresën. E ke huq adresën, po të ishte adresën mirë në rregull, e ke huq adresën. Ose realisht ke kërkuar nga dikush tjetër, materialisht me të ndihmuar në këtu afër. Nga se kërkesa e vëllazis këtë e kërkon. Por arsyetuosh nga se po skeu në klypa, thira disa në telefon së lemrove, apo në rregull. E çfarë arsye ki? Nëse ki arsye para krijesave kështu, çfarë arsye ki me thirr dikën në emër të që më të afërt, ndërsa Allahun e kimë të afërmin. Asnjëherë nuk është e mundshme Allahu me thirr e me thonë që s'po ne ke lidhje apo. Ose është në zonë, ose kështu me radhë. Larg asaj apo. Prandaj kur ty Allahu ta mundson me lut, ti përgjigjesh Allahu xhallahu ala. E tjetra është Kurani është ndoshta të themi kështu argumenti më i qartë dhe më i gjallë që flet për vlerën e duas. Me çka fillon Kurani? Fillimi i Kuranit është dua. Elhamdulillahi rabbil alamin është lutje. Ti Allahun e falenderon, realisht kjo është falënderim, mirënjohje dhe lavdërimi dhe madhrimi, dhe kjo është dua, është lutje. Me çka përfundon Kurani? Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Nga të këqijat kryesore, baza dhe burimi të gjitha sherreve është në surën Falaq. Ato që janë të jashtme, që e rrethojnë njërin, e rrezikojnë nga jashtë, i ka përmbyll sura Falaq. Allahu xhallahu ala përmbyll Kur'anin me këtë lutje. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Thuaj, unë kërkoj mbrojtjen nga Zoti i agimit. Ai që e çon natën pe ditës kur ndodh dhe vi agimi. Kul a'udhu bi rabbin nas, është dua dhe lutje. Andaj Kurani fillon me lutje, përfundon me lutje dhe mes fillimit dhe përfundimit është i stërmbushur me lutje. Andaj ti kur e lut Allahun xhallahu ala realisht e ndin se po ec në frymën e Kuranit,
po e ndjek metodologjinë kuranore në komunikim me Allahun xhallahu ala. Kjo është shumë e rëndësishme. E treta është kur ti e lut Allahun xhallahu ala, e ndin vetën se je në adhurim. Realisht ti vetë kur i ke qenë durt ka Allahu xhallahu ala, kur ja ke pranu Allahu xhallahu ala të drejtën që ka te krijesat me kërku prej ti, ti je në adhurim. Ti je të fitu, ti je në shpërblim, ti je duke adhuru Allahu xhallahu. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe se ad-du'a huwa al-ibada. Realisht, nëse doni me ditë thelbin dhe kuptimin e drejtë të adhurimit, ajo është e lutja, të duaja. Në anën tjetër, ajo që e shpreh gjithashtu vlerën e lutjes, po na bën mundi të privilegjuar, të nderuar kur Allahun e lutim është, nuk ka pejgamber që ka shkel mi fytyrë tokës se që Allahun se ka lutur. Nuk ka pejgamber. Andaj subhanallahu, na kur e lutim Allahun xhallahu ala, realisht e ndim vetëm pjesëtar të një karavani më fisnik, më të ndershëm që ka shkel mi fytyrën e tokës. Ne komunikojmë me Allahun xhallahu ala në mënyrën që komunikuan krijesat që e njohin Allahun më së miri. Kush ka pas mundësi me fol me Allahun? Kush ka pas mundësi me komuniku me Allahun më mirë se pejgamberi i Allahut? Askush. Andaj ti kur e lut Allahun xhallahu ala, ti realisht e bën atë që ka bëu Ibrahim alayhis salam. Sa ka vënë në Kur'an kur Ibrahim alayhis salam lut Allahun xhallahu ala shumëta. Nuhi alayhis salam. Shikoni surën Nuh, shikoni surën Ibrahim. Ma në Bekare duke ndërtu qabën, duaja Ibrahimit alayhis salam së bashku me Ismailin, duaja Musaut alayhis salam, duaja Isaut, duaja e Lutit, duaja e Yunusit alayhimus salatu wassalam. Duat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumëta. Sa e lustë pejgamberi Allahu xhalla xhelalu në shumë situata, në shumë rrethana, vazhdimisht. Andaj para menej kur Allahu të ka mundsuar me lut, realisht ta ka jap një begati që ja ka jap vetëm të përzgjedhurve. A ndim në këtë privilegj? Shikoni të ndërruar sa kuptime më rëndësi mbledhen në start, në hyjme të duas, ende pa filluar. Sa japin këto fuqi lutjes, sa japin këto fuqi zemrës me ty Allahu xhallahu ala, sa sekrete shfaqen këto, sa kuptime dalin e kështu me radhë. Para mendo, dikujt e ka jap kët, dikujt kët, e pejgamberëve kët. E ty të ka jap ato çka ju ka jap pejgamberëve. A ndin këtë privilegj? A përjetojmë këtë nder që Allahu na ka bërë në momentin kur na ka mësu, edhe na ka frymëzu, dhe na ka inspiru Allahun me lut? Prandaj, sikur se ka thënë Omeri, dhe vallahi në çdo pikë po e shoh fjalën e Omerit. Ka thonë se boj golën e përgjigjes. Atë si kam metune, unë e boj golën e duas, apo boj dua, çat golë e kam. Mos po harroj dikun e s'bëj dua. Ose po bëj, po s'po bëj ç'është duhet. Andaj këtë brenga është rreth duas, jo rreth përgjigjes. Përgjigja është një akt final që gjithsesi ka marrë në mos ardh në formën e kërkuar, vallahi veç më mirë apo. Kjo është tim tjetër që më trajtu. Mirë po, veç mundësia për lutje është privilegj, është nder që Allahu ta ka mundsu me u ndëgju zërit në 7 palë qiell. Prandaj të ndërlozër, zërit shkon tek Allahu xhallahu ala, dëgjohet, kalon në për 7 palë qiell, dëgjohet zërit. Me lajket e njohin zërin e atij që lut Allahu xhallahu ala. A nuk është kjo privilegj nder? Çaj kanali komunikimit përmes të cilit zërin e tij dhe kërkesat e tij i ka dërguar Nuhi alayhis salam, e Ibrahim alayhis salam, e Musa alayhis salam, e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e tjerë pejgamber në të njëjtin kanal. Edhe ti po i drejton dhe po i rëndon kërkesat e tua. A është kjo privilegj dhe nder? Gjithashtu ajo që e bën duan ende më madhështore është se ai që don me shpëtu nga hidhrimi i Allahut dhe ai që don me arrit kënaqësinë e Allahut, le të lutë Allahu xhallahu ala. Kjo s'ndodh me askën në botë. S'ka kështu kurkush pas Allahu xhallahu ala. Sikurse transmeton Ahmedi dhe Ibn Majah në hadithin që Sheikh Albani thotë Hasan, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men lam yas'alillahi yaghdab alayhi. Kush nuk kërkon pe Allahut, Allahu hidhnohet me të. Subhanallah. Allahu hidhrohet nëse se lut. Allahu hidhrohet nëse ti nuk kërkon pe ti. E sa me kërku pe ti? Na pedim me kërku pa sa. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
edhe kur të kputet fija e nallëve tuja, lutë Allahu xhallahu ala. Gjithë shka lutë, vazhdimisht lutë. I vetmi është Allahu xhallahu ala që sa ma tepër e lutë, ma tepër të dënë. Sa ma tepër e lutë, ma tepër ka dëshirë me të ndëgjua. Për dallim nga të gjithë neve që jemi në raport me njëri tjetrin. Wallahi, prindi bezdiset nga kërkesa e fëmijës tij. Bezdisem mina. Trahat pushoj pak. Për që më zonë, ti bezdisesh. Në çdo sarë del, në treg ka kërkesa fëmiu, bezdisesh, ndoshta më e marr me veti, se gjithë ka kërkesa me fëmijën tën. Produktin e shpirtit tën, gjakun tën. Mos tozëm tash për marrëth me gjona atë. Njëri bezdiset, sa do që është dashuria, po na lodhemi. Lodhemi. Se përgjigjur lodhemi. Dërsa Allahu xhallahu ala sa më tepër e lut, më tepër të privilegjon, më tepër don. Prandaj subhanallahu, ti kur e lut Allahun xhallahu ala, po lut dikon çli, po i gëzohet zërit tën, subhanallahu. Po i gëzohet kthimit tën ka ai. Madje Allahu xhallahu ala krenohet me zërat e lutësve para me lajke vaptën. A nuk është kënë në Arafat? A nuk është kënë në Arafat? Qëfar bëjnë haqit në Arafat? Përveç se duas dhe lutjeve. E qëfar bëjnë Allahu xhallahu ala në raport me ta? Krenohet para me lajkeve për rap që për e lutin aptën. Andaj përjetoj këtë privilegj dhe këtë ndirë, që Allahu ta mundësën me ndi kur ti e lutë Allahu xhallahu ala aptën. Gjithashtu ajo që na mundson me kuptu realisht duan është nga vlerët e duas të ndëruar vëllezër motra është se duaja është reflektim i ambicieve të larta, është reflektim i lirisë dhe kputjes së zinxhirëve të kësaj bote ato. Sa më tepër lutje, çdo lutje është sapat që me të kputen zinxhirt e robërisë ndaj kësaj bote ato. Ti e lutë Allahun xhallahu ala duke shpresë se vetëm për të ki nevojë aftën. E lutë Allahun xhallahu ala duke treguar se atje masnalti në synoj aftën. Jo me këto të poshta të aftën. A nuk është kjo ambicioze? A nuk është kjo vullneta? Madje vetë përmbajtja e duas është plot shprehje që dëshmojnë do të thotë aspektin ambicioz të një besimtari aftën. A ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kërkoni nga Allahu kërkoni Firdausul Ala. Mana se Firdausi nuk ka për neve, s'ka, nuk ka mundësi, mi Firdaus insan me shkua pëtën. është gjeneti me inalt, mi ta është arshi Allahu ta zogjela pëtën. Andaj, duajat mundësën me kënë ambiciaz, duke e kërku Firdausin, frimzor dhe inspiruar që ti është ambiciaz në pjesët e tjerë të jetës. Andaj, duajat frimzon me vullnet, duajat frimzon me optimizm, duajat frimzon me mendim të mirë se gjithmonë ka rrugdalje. Gjithmonë. A ka ndonjë kërkesë që Allahu ka për këtë mos më lutni se s'ka rrugdalje për të? A ka? Nuk ka. Për ato që janë në suazat të natyrës njerëzore normal. Për ato Allahu xhallahu ala ka porosit me lutat. Tjetra të ndërrohet vëllezër që mund ta përmendim është se duaja nga mirësitë e duas dhe nga dobitë e duas është se ajo e fuqizon lidhjen mes muslimanëve, i lidh musliman mes vete, largon zilin nga zemrat, flak të gjitha litart e urrejtjes dhe armiqësisë dhe mospajtimit mes muslimanëve. Lutja. Në qoftë se ki problem me dikën, ka një helm në zemrën ndaj tij, çau natën dhe lutë Allahun për ta. Është mehlem për zemër ata. Subhanallah. Është mehlem, ilaç për zemër. Andaj Allahu xhallahu ala thot për robët e tij të mirë që thonë walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna, ata që erdhën pas tyre, burrat e mirë shkuan, pas tyre erdhën do burra të mirë. E këta u lidhen, këta që erdhën mbetën të lidhur me ata që shkuan. Lidhja ku ishte? Te duaja ata. Yaqulun, ata thonë, që yaqulun thonë është litari i lidhjes. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Zot, na I fal mëkatet neve dhe falja u mëkat atyre që shkuan para neve. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Edhe o Zot,
mos lën zemrat tona zili, smir, urrëtie ndaj atyre që kanë besuar. Me dua largohen urrëtiet, largohen zilit. Wallahi, sado që ndoshta ki problem me dikën, në momentin kur mbledh fuqi dhe guxim me lut Allahun që bashkë që ati që të ka shkaktu problem, Allah mi a falë gjunat, nuk adin so fikët zjarri i urrëties dhe i mospajtimit, çdo kush për një vedin aftë. Çdo kush për një vedin aftë. Prandaj, na kemi nevojë për lutje e njëri tjetrit, që jo vetëm të largohen zilit që janë të shumta, e urrëtit e xhelozit, por të mashtrohet dashuria mes vete. Sa gëzohesh kur ti lutesh për një musliman aftë. Provo mu lut një natë për një musliman shumë, nesër kur është disponohesh vëlla, çiko që Allah na isha për ta. Shto dashnia. Ose me thon dikush, ti je një pyetje që e luti Allahun për ta. Prandaj kur e ka taku do Imam Ahmed rahimullah, djali Imam Shafiut, i ka thonë, baba yt është një nga ata që unë luti Allahun për ta. Pse ka dorë këtë më tregu? Mu livdu se unë e bëj do për ta? Ja Allah. Mi tregu se edhe pse atë mos pajtimin që e caktuara unë e vazhdoj me dasht. Nuk ka lidhje mos pajtimi im në fik me te. Në çështje juridike si janë pajtuar me te, kjo s'ka lidhje me dashni hiç. Dashurinë time unë e shprehin lutjen tëm për te. Andaj shika, nuk e kanë kuptuar dashurinë në pajtim të detyrueshëm çdo çështje. Jo vëlla, por e kanë kuptuar dashurinë gjithsesi në lëvizjen e gjuhës për të mirën e tjetrit. Kto po vëlla. Nëse më ke harun lutja, atëherë nuk jam i safit parë me ty. Kur shkoi Abu Bekri në haxh, nga se pejgamberi sa më spat mundësi me shku në haxh herën e parë, ishte i angazhuar me delegacione të shumta. Vishin njerëz nga të gjitha vendet, sikur se Allah e ka përshuar. Vi njerëz e fuaxha, grupe, fiset shumta njerëz kallavllak me pranu Islamin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa se më dobishme është me i prita njerëz në Medinë, që të shtohet numri muslimanëve, të nuk shkojnë haxh. Por ishte bën një grup muslimanëve që ishin nisur për haxh. Në krye të delegacionit e vendosi kë tjetër pas Abu Bekrit, radhiyallahu ta'ala anhu, që gjatë tërë jetës i dëshmonte se kur vdesuni, që ky ka me koni parë ju apo. Qartaz. Çfarë i tha? Kur e nisi dha porosit dhe i tha, la tansana fi du'aika ya akhi. Tha, o vëlla jam, mos në haron lutjet e tua napton. Se a tha gjithë kujt të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja tha Abu Bekrit, nga se kishte shok të afërm, andaj e pritshme është që dashuria të reflektohet në lutjet që na ja bëjmë njëri tjetrit atë. Prandaj, momentin kur Allahu xhallahu ta mundson me lut, Allahu te barekota ta ka mundsuar që me e zbraz zemrën nga zilia, nga urrëtia, nga xhelozia. Nga se kat shejtani vallahi na ngacmon me zili, kur unë e refuzoj këtë zili me e pranuar duke thënë o Allah, ati vëllau tem që po ngacmon shejtani me zili, o Allah, me zemër po të lut, shumë fishaj e mirësit. A nuk ka goditje me madhe për vezvest e zilisë se që kja? Na të tëna s'po du me po zili, po arma me mirë për me e dëbu gjelizin nga zemër është, lutë Allah në që Allah me ashtu mirësit aftën. Lutë, e sheshë si e mposht shejtanin, jam mposht vezveset, jam mposht për pjekje të gjitha, nga se ti realisht për e lutë Allah në gjellarë për e qka që është shumë e madhe aftën. Nga jo që mund përmenim nga hyrjen këtë tim, është edhe doja ka që mirë, ka që kërkuar është mirë, po cili është vendimi shretik, a është obligative doja, apo ka raste ku nuk është obligative, realisht, shkurtimisht, po është më rëndësi të përmendi, do të të nderuar vëllezër dhe motra, dispozitën shretike për doan. Trajtimi dietarën këtë pikë është shumë i gjatë, ka shumë mendime. A është obligim, nuk është obligim, madje disa edhe nga grupacionet e caktuara, realisht nuk e kanë preferuar doan duke e konsideruar si një lloj mospajtimi me caktimin e Allahut e kështu me radhë, të gjitha këto janë të paqëndrueshme ato. Mendimi më i saktë dhe i vërtetë dhe i qëndrueshëm që e miraton ehli suneti është se duaja është një çështje që reflekton adhurimin te Allahu xhallahu ala dhe nuk ka të bëjë absolutisht me asnjë aspekt të kontestimit të caktimit të Allahut apo ndonjë njollë besimit. Mirë, po edhe kur është e pëlqyer, çfarë vendimi ka, çfarë niveli ka? Thashtë shumë të trajtimet,
unë po shkoj drejt tek mendimi ndoshta më i argumentuar dhe më i qëndrueshëm. Të ndërlozë duaja në aspektin e përgjithshëm, në esencë është e preferuar dhe e kërkuar. Është e preferuar dhe e kërkuar. Mirë po, në situata të caktuara mund të lëviz nga ky pozicion, lart edhe poshtë. E si lëviz lart ngritet nga e preferuara dhe e kërkuara në obligative. Lëviz poshtë nga e preferuara në jo të preferuar, madje të ndaluar. Ka raste kur duaja është haram. S'ban me bo dua ashtu. E kur është obligative? Është obligative sura Fatiha. Ajo është dua, edhe kena obligim me këndu namaz. Me gjithë dallim mes dietarëve tash, a imami, a xhamati, kjo punë tjetër. Por realisht ai që falet vet e ka obligim me këndu Fatihën. Sipas të gjithë ulemave ato. Obligim është istighfar dhe tauba. Kur të bëna mëkat, e kena obligim këtë rast lutjen që Allah më ne i fal mëkatet. Këto janë raste kur duaja është obligative. Kur është duaja e pëlqyer është shumë. Të gjitha situatat dhe rrethanat ku ne ka nevojë me lutë Allahun xhallahu për diçka, sikurse ose qoftë ka të bëjë me lutjet që janë në kohra të caktuara, sikurse duat e xhumit, duat e mëngjesit, duat dhe përmendjet e Allahut në mbrëmje, kur zgjohesh, kur del, kur tyn, gjitha këto janë të preferuara dhe në sunet janë të kërkuara. Ka mundsi dua nga ne me kon e lejuar. Do të as nuk është e preferuar, as nuk është ndaluar, e lejuar bën. Kur është kjo? Kur duaja përmban vetëm saj kërkesë që ka të bëjë me interes caktuar njerëzor, po që në këtë kërkesë nuk përfshihet ndihma ose kërkesa e ndihmës nga Allahu që na ndihmon në ndonjë punë që ka të bëjë me adhurimin te Allahu xhallahu ala. Nuk ka të bëjë me adhurim, mbetet veç këtë e lejuar, ban me bo dua. Përgjithshme që nuk ka të bëjë me diçka që të afron tek Allahu, ose të afron tek kënaqësia e Allahut, ose të largon nga dënimi i Allahut, nga hidhrimi i tij kështu me radhë. Ka situata kur duaja është me kruh, s'është e pëlqyer. Sikurse për shembull me lut Allahun xhallahu ala, njëri në situatë përgjumshme, nuk din çfarë bëhet, nuk bën kështu atë, nuk është e preferuar. Me kruh është me lut Allahun këto gjendje atë. Ose për shembull me lut Allahun me ta mundsu me arrit një punë që realisht ajo punë te Allahu s'është e pëlqim atë. Ka shumë punë e me lut Allahun me ta mundsu atë realisht është me kruh atë. Mos tin detajt e kësaj se nuk është kjo tema jon, andaj nuk po duam i dhon karakter juridik trajtimit të kësaj teme, prandaj veç po i kaloj sipërfaqësisht. Ndërsa duaja mund të jetë edhe haram, e ndaluar apo. Dhe dietarët kanë thënë se duaja e ndaluar i ka dy nivele. Niveli i parë është e ndaluar me përfundim në mosbesim. Dhe e ndaluar po pa përfundim në mosbesim. Ka mundësi me kon dua ndalume edhe që përfundon në mund të përfundu për shembull në mosbesim apo. Si për shembull Allahu xhallahu ka lemru për do punë në Kur'an. Për shembull, a ka treguar Allahu në Kur'an se e ka kriju xhehenemin? Po, a ka thënë Allahu xhallahu ala se dikush për njerëzve ka më shku në xhehenem? Na me emna si dim këta njerëz ato. Po ka disa i dinë me emna. Faraonin, Ebu Lehebin, a dinë me emna, Tabbat yada, Allah e ka mallkuar në Kur'an. Ajo është xhehenem. Me lutë Allahun o Zot, nxirr Ebu Lehebin për xhehenemin se gjuna apton. Kjo është kufër apton. Sa është mohimi fjalës së Allahu xhallahu ala apton. Allahu ka hunë mallkimin e tij në Kur'an ti po ndo, ti ma rahmet gjithë Allahu xhallahu ala apton. Nuk bën me lutë Allahun kështu. Nuk bën me thonë o Allah, mshale me xhehenemin se kur kam as me qua ti apton. S'bën kështu me thonë. Qase Allahu xhallahu ka dënuar dhe mohimi i ekzistimit të xhehenemit dhe mohimi përmes lutjes që Allahu më e dënon dikën në xhenem është dua e ndaluar që mund të përfundon në mosbesim atë. Thash në përgjithësi, në asim tek individat atë. Dhe duaja që është ndaluar, por që nuk përfundon në mosbesim. Është e shumë, sikurse për shembull, njëri me lutë Allahun xhallahu ala me i alesu një haram. Do më bëni haram njëri me bëu dua Allahut me alesu. Kjo është haram. Kjo është ndaluar. Një punë që Allahu nuk e don, është ndaluar rrëpsisht. Sikurse e ceki pak më vonë, nuk bën me lutë Allahun për ta ato. Andaj gjithashtu prej formave të duas së ndaluar është me thënë o Allah, mos ja mundso filon me mu pendu apo. Haram është.
E ndaluar është me lutë Allahun që dikujt Allahu mos më mundsu pendu, s'ban. O Allah mos e mundso filonit me hin xhenet, haram. Nuk ban. O Allah filonin në fund xhenemit çaje, haram. Nuk ban na me lutë Allahun për përfundimin e njerëzve. Nga se përfundimi i takon Allahu xhallahu ala. Ne nuk dim si ka caktuar Allahu atin me pendim ose pa pendim. Për me lutë Allahun që filan fistekun ende gjallë, ende ka mundësi me përfundu me pendim, nuk bën me lutë Allahun xhallahu ala që Allahu mja pa mundësu me pranu islamin, me pa mundësu me u pendu. Kjo është ndaluar. Ose forma tjera, për shembull që realisht janë nga tejkalimet në dua, që këto tejkalim mund me arrit deri në nivelin e të qenërit do të haram afton. Kjo është përket dispozitave të duas dhe pika e fundit personte të ndërrozer disa rregulla mbi duan, rregulla dhe shtylla të rëndësishme të duas. Para se me kalu te edukata e duas, që thash detyrimisht është dersi i ardhshëm, po në këtë pjesë të fundit, edhe pse ka shumë rregulla që dietarët i kanë përmendur, por ka pyetje që kanë bënë me disa aspekte juridike, disa kanë bënë me çështje pak më të detajzuara, ja munduar mi përmbledh një 5 kështu bagi më të përgjithshme. Rregulli i parë në dua që duhet ta kemi parasysh është rregulli i pasimit. Do të lutja është ibadet, dhe në esencë ibadetet duhet të përshtaten mësime dhe udhëzimet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veçanërisht kur bëhet fjalë për dua, për rrethana dhe situata dhe raste të posaçme aftë. Për shembull, duaja mas ezanit, që ka ezani, do rrethana të caktuara. Këto e kena obligative, duhet me njek pejgamberin ose me thon duan që ai ka thon. Jo na me formulu dua për neva aftë. Lutja kur lind fëmiu, ka dua. Lutja kur hin xhami, ka dua. Andaj ato lutje që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për situata të posaçme, në rrethana të caktuara, duhet i përmbahemi. Madje këtu dietar kanë përmendur se edhe shtimin këtë dua është i ndaluar apo. Nga se obligohemi me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa, nëse njëri do me bëj dua të përgjithshme nga vetja e tij për nevojat e tij, kjo është në rregull, por duhet i ketë parasysh 3 kushte kryesore ato. Do të në duat e përveçme që janë të ndëlidhura thash me kohra të caktuara, me vende të caktuara, me situata të caktuara, me rrethana të caktuara e kështu me radhë, atëherë gjitha këto duhet të kthehemi kujt? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A duhet ndjekur, a duhet pasuar. Nëse ne duhet me bëu nga vetja jon për dobit tona të caktuara, dua të përgjithshme, nuk ka të bëj me vend, nuk ka të bëj me mua. Mua më ka kapur një situatë, mua më duhet diçka unë vetë me bolutje, dietar kanë lejohet, por ti ketë parasysh 3 kushte kryesore. Kushti i parë, të jetë i kujdesshëm në formulim. Do të me zgjedh fjalë të mira dhe fjalë. Shikoj s'ka thon për këtë kusht e pejgamberit, nga sa këtë golën e ka hek ai. A është e formulim e mirë, e dën Allahu, nuk e na këtë golë hek. Si të këndosh një lutje, të lexosh një lutje që pejgamberi sa nuk ka bërë, ti e se ki më atë golë të formulimit, a dën e kek. Ama s'ka të bëj tash me këtë dua. Don vetë diçka, kujdesu se si po i formulon lutjet, do të thotë ndaj Allahu xhallahu ala. E dyta është që në dua mos të ketë ndonjë përmbajtje që është ndaluar fetarisht apo. Dhe gjithashtu kushti i tretë do të thotë që duhet të pas parasysh në këtë rregull është që njëri atë dua mos më marr rregull përgjithshëm. Për shembull, dikush e ka thonë duan situatë caktuar dhe ka pa pishkon. Sa herë është fatkeqësi, është krizë thotë ato. S'bën më marr ti rregull të posaçëm të vazhdueshëm duan tonë. E vazhdueshme është lutja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ne ndryshojmë formulimet, duat varet nga situata dhe nga rrethana që na duhet apo. Rregulli i dytë është se çdo punë haram që është e ndaluar që është, madje mos pëlqyer që është. Sigurisht se ka dhe më herët është e ndaluar të fillohet apo të kërkohet ndihmë nga Allahu për të aftën. Haram është ato. Për shembull, sikurse me kërku njëri ndihmë pi Allahu xhallahu ala për me vjedh. Ka me vjedh bismillah. Kjo është tallje apo? Kjo është haram. Ose për shembull ka me bëu zina. Edhe naudhu billah tallet e thot duan e marrëdhënieve me gruan bashkëtorën legjitime të zinaja. Kjo është haram. Kjo është tallje. Pin raki bismillah. Bira me bismillah spihet. Është haram. E kështu me radhë. E kam pyet njëri pej tabiinëve Ibn Omerin. I ka thonë,
Në qoftë se vrasësi, vrat njerëz dikush, pa fajshëm, vrasësi, ose pirë si alkoholit, ose ai që bën punë pa moralshme, punë ndaluara, e përmend Allahun xhallahu ala, a nuk ka thonë Allahu për të fadhkuruni adhkurkum? Shiko dilemë. Ai e përmend Allahun, ndërsa Allahu ka thënë më përmendni mua, ju përmendini juve. Mos është kjo vënë fort lehtësimi për këtë, pasi Allah e përmendje e Allahut ndaj ti mund të jetë rahmet për të, disi ja zbut atij situatën. Çfarë ka thënë Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, djali i Omerit, dëgjoni përgjigjen Ibn Omerit në këtë rast. Thot Ibn Omeri radhiyallahu anhu, ai që e përmend Allahun në këtë situatë, edhe ato Allahu përmend, por me mallkim të vazhdueshëm derisa të hesht. Andaj që vrat në emrin të Allahut, pa leje prej Allahut, njerëz pa fajshëm, duke përmend Allahun, ta din se me atë përmendje e ka sjell mallkimin e Allahut me të. Ai që pin alkohol me bismillah, ose bën zina me bismillah ose me fjalë tjera, ai mund me unë spotallon me kompërnime. Kjo është tallje. Po nuk po e marrim si tallje, po them kushtimisht kështu, minimumi që ka është rregull është, çdo sen nuk ka përjashtim. Çfarë po them këtu është rregulla. Rregulla e duas është nuk përmend Allahu posta ato punë që është i kënaqur me të dhënën. Nëse punë haram, punë ndalume, nuk përmend Allahu xhallahu ala. Madje është do të thotë rrezikim që me sjell mbi vetën e tij njeriu mallkimin e Allahut te bareke ve teala. Allahu na ruaj ato. Rregulli i tretë është se çdo formë e lutjes që nuk përputhet me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hap derën të katërt këqijave të mëdha. Kjo rregull të lutja. Çdo lutje që nuk i përshtatet mësimeve dhe rregullave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam realisht shkakton katër dëme të mëdha. E para është prej dëmeve që i shkakton është braktisja e asaj që është e legjitimuar, braktisja e sunetit. E dyta është një lloj plotësimi ndaj asaj që është shariata, me plotësu shariatin, kjo është dëm i madh. E treta është do të thotë me e konsideruar të pëlqyer një çështje që s'ka bazë për të. Kush të ka thonë që kjo është mirë me bëu kështu? Valla mirë është që do me thonë që të natë. Kush të ka thonë atë me u? Jo po nata e xhumas, e bajramit, Ramazanit, këtu janë ditë posaçme. A ka pasur edhe pejgamberi sa natë xhumaja ka pas? Çka ka thonë natë xhumas, çfarë natë më thonë? S'ka thonë kurrë mos thuj. Nëse në qoftë se hapim këtë derë, një hap katër dyrë tjera të mëdha të sherrit. E para është braktisja asaj që është e lejuar. Nga se nuk e marrin njerëz një punë të shpikur nga vetja e tyre e që nuk bëhet me të një braktisje asaj që është obliguar të bëhet ose preferuar. Kjo është e sherrë. Gjithashtu me këtë edhe thash është një lloj tendence me e plotsu, që s'qen ka plot na po e plotësojmë. Dhe kjo tendencë është e rrezikshme. E treta është një lloj marrje të drejtë me shpall gjëra të pëlqyera fetarisht pa legjitimitet fetar. Dhe katërta është mashtrimi i masë së gjerë të njerëzve. Njerëz nuk dinë, e nin dikon, sa ka njerëz për shembull i des dikush, edhe shkon dikush i mëshëm, haxhiu kon haxh, kon haxhi atje fejas mësohet haxh, as fokullis kryet ai ka kryer obligimin e vet. Tapsë është haxhi e merr drejtë më mësuan njerëz, duhet më ia thon këto, më ia bë këto. Ku e ke marrë to? Njerëz të ngojnë haxhiu kë. Andaj mund njerë me u manipulu dhe kjo është sherr i madh. Nesër vjen dikush i dijshëm ju kallzon, s'ban na kena mësuar kështu. Andaj kjo është sherr që duhet këtë sherr me mbyll ato. Rregulli i katërt është ai që lut Allahu xhallahu ala, nuk ekziston asnjë argument se është e pëlqyer me u kthy në drejtim të caktuar përveç se në atë drejtim që jemi të kërkuar të themi namaz. Rregull, hiç mos tut se përishit këtë rregull. Në qoftë se njeriu don me u kthy dika kur bën lutje, i vetmi drejtim është kthimi ka kibla. S'është obligative ajo. Po në qoftë se po don me u kthy në drejtim të caktuar se është mirë, i vetmi drejtim është kibla. S'ka varr në botë, s'ka gjë në botë që është e pëlqyer me u kthy ka ai kur bën lutje përveç shtëpisë Allahu xhallahu që çabi ato. Rregullin e marrim këtu. Apo nuk është obligim u kthy ka çabi, do mu kthy kësaj, do mu kthy asaj, s'prish mu ktheu ka dush.
Mirë, po këthim me bindje se e shton vlerën e duas dhe mundson pranimin dhe e lehtëson tek Allahu xhallahu ala, nuk ka anë botë që është e pëlqyer më këtë për se ka çabja Zotit. Rregulli i qartë. Dhe rregulli i pesë që me të duhem e përfundu është se esenca e lutjes është të jetë në heshtje dhe e fshehur. Ndërsa ngritja e zërit me lutje është me përjashtime të kufizuara. Ka njerëz që realisht duan dhe dhikrin e Allahut në esencë kanë me bu me zo. Ndërsa rregulli i duas sipas argumenteve është se lutja dhe dhikri në esencë janë heshturazi. Dhe kanë me tregu inshallah ndesh në ardhshëm do të 10 arsye pse është heshtja më e mirë se publikimi aftë. Por në esencë është ka raste, për shembull, në haxh, lebejk Allahumma lebejk, kjo është dua dhe lutje. Ky është përjashtim. E përmendim Allahun xhallahu ala këtu me z, por ka arsye nga se realisht rituali i haxhit është publikim, shikoj është publikimi adhurimin ndaj Allahut dhe mëdhërimin ndaj Tij. Andaj është lejuar që këtu dhikri të jetë me z aftë, i kufizuar, jo çdo dhikr. Ka për shembull Fatihën e këndojmë në namaz, në akşam, në yatsin sabah me zo, është i kufizuar. Këtu, jo tjerat. Esenca do të thotë dhe origjina e duas është heshtrozi, pa zo, pa bërtim, pa zhurmë, në vetën tonë. Apo në vetën sikur se Allahu ka thonë, luteni Allahut të heshtru dhe në vetët e juaja. Pa zëra, pa bërtima. Ndërsa nëse ka dikun argument që duhet me zë Allahun me përmend ose me lut, dini se këtu janë përjashtime nga esenca dhe këtu përjashtime duhet të jenë të kufizuara brenda asaj që është argumentuar, përndryshe nuk lejohet të bëhet apo. Këtu janë disa rregulla të nderuar vëllezër dhe motra që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahut dhe lutjen ndaj Tij, dhe thash ka të shumta që dietarët i kanë përmend, por disa për rregullave që mendoj i japin në kahje të mirë dhe na e ruajnë duan që mos del jashtë kornizave dhe jashtë kufëve të saj, mendoj se na ndihmojnë në masë të madhe këto. Padyshim se ka shumë pika tjera që kanë nevojë të trajtu, sikurse edukata, lutjes, pastaj edhe çështja që ndalidhen me përgjigjen, pse Allahu përgjigjet ose pse nuk përgjigjet, pastaj edhe ato që kanë me shembujt e pejgamberëve si ata janë lutur, nga se janë mostra praktike dhe shembuj praktik si duhet na merret Allahu xhallahu ala, por shpresoj që gjitha këto të fillojmë të trajtojmë inshallah në takimet e ardhshme. Deri atëherë Allahu xhallahu ala ju shpërblet dhe ju ruajt dhe Zoti na përpjek prapë në hajër e në shëndet e të mira. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.